Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit Zëri Liri. Jemi me ju sot e diel datën 23/10/2025. Pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të jemi presur në bashkëpunim të emisionit tonë të natës që si çdo herë mund të bëni pjesë e këtij emisioni dhe të na telefonani në numrin tim kontaktues të pandryshuar në +383 48 1509 70. Shpresoj se keni kaluar një ditë e bukur, një vikend të marrë, një vikend të qetë dhe jeni të gjithë shëndoshë mirë me familjet e juaja, që aty ju tham tjetër, vetëm Zoti ju rujtë dhe ju bekoft kudo që jeni, kudo që punoni dhe jetani. Faleminderit shumë. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookut që të dhëm hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të jeni pjesë e jona, pra pjesë e emisioneve tona, të na shiqojnë, të na dëgjojnë, të na telefonojnë, po edhe të na shkruajnë. Dhe të kalojmë kështu qaste të bukura si çdo herë tjetër vetëm tek Radio Zëri Lirë, Radio Zëri i shpresës të gjithë shqiptarëve anë banë ku janë. Faleminderit shumë. Pra, të dashur dëgjuesi, ju përshëndes të gjithëve emër për emër, ju që jeni këtu të kyqur në Facebook dhe po na përshëndetni dhe po na falenderoni. Edhe një herë ju përshëndes nga zemra se bashku me stafin tim të mrekullueshëm, duke ju dëshiruar argëtim të bukur në vazhdim. Fillojmë me përshëndetjen e parë që na vjen nga Ismail Regja, ku na shkruan: përshëndetje RTV Zëri Lirë, përshëndetje moderatore Lule Shabani dhe ju dëgjues mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit shumë Ismail, falni gjithashtu edhe për ju, familjarisht faleminderit shumë, respekt. Përshëndetja radhës na vjen nga administratori Radio Zëri Lirë, po edhe moderatori jonë, vllajem Rahim Fegashin nga Tirulli. E mirë mbrëma për ju shiqus të Radio Zëri Lirë. Faleminderit vllazko, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë. Një përshëndetje shkon edhe për Recep Mysaitin atje në Pejen e Bukur, ku e falenderojna si çdo herë që është bashkë me neve. E kemi këtu edhe administratorin e radios Avni Qerimi, ku e përshëndesim, e falenderojna. Bashkë me ne është edhe Remzi Beqiri, përshëndetje i nderuar. Na përshëndetje Gjyste Ukaj nga Amerika, ku na shkruan: përshëndetje Lule Shabani, ju uroj një mbrëmje të mirë dhe ju dëgjuesit. Faleminderit shumë Gjyste, mbrëmje të bukur të mirë edhe për juve, argëtim të bukur se ju atje mbrëmje se keni, po një ditë të bukur dhe të qetë për juve. Na shkruan Mateo Katalina, RTV Zëri Lirë, mi mbrëma nga Shkodra, me yllën e moderimit Lule Shabani, stafin dhe dëgjuesit një mbrëmje të bukur ju uroj. Respekt për të gjithë. Faleminderit e dashura Mateo Katalina dhe ne të përshëndesim, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju atje në Shkodër. Na shkruan Sherif Shquti, mirëmbrëma, respekt nga Durrësi. Faleminderit shumë Sherif, edhe ne të përshëndesim atje në Durrës, faleminderit shumë. Përshëndetje edhe një herë për Bacin Regje, faleminderit shumë. Na shkruan Avni Qerimi, pra administratori radios dhe vendasi jonë. Përshëndetje staf drejtuesi Radio Zëri Lirë, drejtoreshe pronare Lule Shabani, kry administrator Rahim Fegashi, mbrëmje të bukur bashkë me dëgjuesit besnik, Zoti ju bekoftë, respekt pafund. Faleminderit shumë i nderuari vendasë dhe administratori radios, edhe ne të përshëndesim familjarisht, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Një përshëndetje na vjen nga Remzi Beqiri, ku na shkruan përshëndetje nga Mitrovica për të gjithë. Faleminderit i nderuari Remzi Beqiri, edhe ne të përshëndesim atje në Mitrovicë, të falenderojna si çdo herë që je bashkë me neve. Një përshëndetje shkon edhe për Hamdia Qelit që na përshëndeten nga Novi Pazari dhe ne e përshëndesim, e falenderojna. Nadia të përshëndesim dhe na shkruan Nadia, mi mbrëma përshëndetje Lule Shabani, Radio Zëri Lirë, respekt zemër. Faleminderit e dashura Nadia dhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Na shkruan edhe Hektor Bushati, mi mbrëma zonja Lule Shabani dhe të gjithë ju ndëgjues. Faleminderit i nderuari Hektor Bushati. Edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për juve. Faleminderit shumë. Shkruan Ismail Regja, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e RTV Zëri Lirë, me moderatore Lule Shabanin dhe stafin e mrekullueshëm
Të këti mediumi shpresoj të kaloni një mbrëmje të bukur, respekt për të gjithë. Faleminderit i nderuari Ismail Rexha dhe ne të përshëndesim edhe një herë familjarisht, Zotit e rujtë të bekoftë si çdo herë, i mrekullueshëm në komentet e tua, por me dëshirë edhe pse nuk na telefona nuk e di. Arben Gashi të përshëndesim i nderuar. Një përshëndetje na vjen edhe nga Presheva Heroike, pikërisht nga Fehmia Hiv, ku na shkruan në mirëmbrëma staf e rrëtëvizarit e lirë. Faleminderit shumë Fehmia Hiv, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju. E përshëndesim edhe Aslan Kastratit, ku e falenderojna. Na shkruan pikërisht Aslan, një përshëndetje të zjalule me 2 djemë dhe 4 vëllezërit e tu. Faleminderit Aslan, gjithashtu një përshëndetje edhe për ju familjarisht. Milaim Kadriu, respekt Milaim edhe nga ona jonë, të falenderojmë shumë. Përshëndetje ty Lule, përshëndes këngën Adem Jashari, ka dalë brinderum, përshëndet si njeri se nuk jena dëshira muzikore, por prit pak. Këtë në telefonat dhe kite drejten të kërkosh edhe një pikë muzikore, nëse kim në fonoteken tonë pa tjetër do të aplecojna dëshiren. Një përshëndetje na vjen edhe nga Adifeta Ajdari, ku na shkruan përshëndetje Lule zemër, respekt e dashur për ty dhe për ju ndëgjues. Faleminderit e dashura Adifeta Ajdari, edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Na shkruan Haki Gashi, përshëndetje zonja Lule Shabani. Faleminderit i nderuari Haki Gashi, edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Na shkruan dhe na përshëndet edhe Alina, edhe ne e përshëndesim Alina, të përshëndesim shumë, faleminderit shumë. Vazhdoj tutje. Linda Breti na shkrua në mirëmbrëma të gjithëve ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme, respekt, faleminderit shumë Linda. Edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur edhe për ju, faleminderit shumë. Tregoni kulturë, respekt ato ku argëtohuni, bëni kontribus me shpërndarje, është respekt ndaj stafit, na shkrua në Vendasi Avni Qerimi. Faleminderit shumë Vendas. Mentor Mici na shkruan me mbrëma përshëndetje zonja Lule Shabani, ju përshëndes ty dhe stafin tuaj, respekt. Faleminderit shumë i nderuari mentor Mici. Edhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Faleminderit shumë. I kam pra edhe 2 administratorë të radios që po javë kthejnë përgjigjen. Unë e falenderoj Avni Qerimin dhe Rahim Fygashën që po ma lecojnë dhe po ju përshëndesin për mes komente, pra Avni Qerimi dhe Rahim Fygashi. Faleminderit shumë. Një përshëndetje shkone edhe për dëgjuesen tonë nga Feja, mikën tonë Eli Memetaj, të përshëndeshëm shumë Elfete, të përshëndes familjarisht të mbrëmje të bukur të mirë, respekt pa fund. Tashmë na shkruan edhe Fadil Muharremin nga Franca, mirëmbrëma moderatore nderuar Lule Shabani, për ju dhe dëgjuesit e rrëtëvizarit e lirë. Faleminderit shumë nderuari Fadil Muharremi, edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Na shkruan Elfeti, përshëndetje Lule Shabani zemër. Të urojmë mbrëmje të bukur ty, stafin e radios, si dhe të gjithë dëgjuesit, të pranishëm me respekt në nga një kafe. Faleminderit shumë edhe një herë Eli, të përshëndes, të përqafoj dhe të urojmë mbrëmje të bukur e artim të mirë. Na shkruan edhe Abdullahun nga Vështria. Mirë mbrëma nga Vështria për ju Lule dhe për të gjithë dëgjuesit e rrëtëvizarit e lirë. Faleminderit shumë nderuari Abdullah, edhe ne të përshëndesim atje në Vushtre, duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë me emisionin tonë të natës. Edhe njëherë i përshëndes të gjithë dëgjuesit, emër për emër, i përshëndes edhe këta që nuk na kanë përshëndetur, por janë të shumë që janë duke na ndjekur, duke na shoqëruar. Kështu që i përshëndes të gjithë, unë personalisht dhe stafi i Radio Zerit e Lirë, e Elfetja e din për kanë shkanë masë shumë të një përshëndetje. Eli, kësaj dhe i përshëndeta edhe ata mas përder. Pra të ndëruar dëgjues, është temë lirë, mund të na telefonani, unë nuk po marr tema për arsye se dëgjues po kanë disa brenga tjera dhe nuk po i deteroj të na bëhen dhe të bëhen dhe t'ju bëj stres të kyqen vetëm në temë që e zgjedh stafi ynë, por jeni të lirë të na telefonani
të bashkëbisedojmë, po unë e tham edhe njëherë numrin tim të pandryshuar të Viberit. Në +33 481 50970. Pra, derisa të kam ndonjë telefonat, unë të shkaj për t'ju argëtuar me muzikë, por para se të shkaj e përshëndes edhe dëgjuesen tonë Hamid Cullhaj që na shkruan përshëndetje Lule Shaban e zemër nga Tirana motër. Faleminderit shumë Hamide nuk pe di a është mban shkolla apo femën, sido që tjetë e falenderoj, e përshëndes dhe i uroj argëtim të bukur në vazhdim. E pra, shkoj me këtë pikë muzikore dhe kthehemi pas pak. E përshëndesëm edhe ditin nga Shkodra, ku po na përshëndet, mirë mbrëma motra Lule, mirë mbrëma miq të pranishëm, faleminderit shumë diti, edhe për ju një mbrëmjet bukurit mirë atje në Shkodër. Ismet Shala po na përshëndeti, mirë mbrëma staf dhe ju ndëgjues, faleminderit shumë i nderuari Ismet Shala, edhe ne të përshëndesëm mbrëmjet të bukurit mirë edhe për ju. E një përshëndetje e veçantë shkon edhe për Fidajit e Hutin ku po na përshëndetje Lule zemër dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë Hidajite, edhe ne të përshëndesëm familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë. Ken dy telefonata, dyat për e herë, zaherë edhe u lidhën dyat. Do përpiqem të marrë. Pra kemi telefonata tashma, shpresoj të kam në linje. Presëm edhe pak, shpresoj të na lajmërohen telefonuesit, e kemi edhe telefonatën e parë për sonte. Mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma, mirë se na erdhe femi. Jeni mirë. Mirë, faleminderit, mirë jemi mirë, po kalojmë. Jo si jeni? A jeni mirë krejt? Familje të rahat. Mirë për zotën, mirë jemi, të gjithë mirë jemi. Jo? Si për qatë të ndëgjush? Po të gjuhësh shumë me zhurëm, nuk e di pse. Jo, të mëne s'kave zhurëm të ka. Jo, ti nuk e nin vetën, po na po të nina shumë me zhurëm. Jo, po s'ka nuk e di për shavë. Tash ma mirë, ma mirë. Ma mirë. Po si kaluve sa, qa bone, qa vive, avlodhe? Alo? Alo, unë shumë mirë po dëgjoj. Po, mo, shi po banë zhurë ma petë? Jo, tash është mirë. Po, mirë, po, zra me ndëgjusë dhe këtë, ne? Në lesin e një mirë këtë. Krejt mirë jemi, mirë, falemderit, mirë. Unë e dhjeshta me thonë, qëra herën vike live i drejt, mu më vike shti s'po vjenë, s'di shau boha. A më shka problemi, nuk e di për shka. Nuk e di arsyen për zotën, Facebook-i vetë me siguri se... A thu bod i shka ka? Të na nuk ka problemi, por Facebook-in ka njëherë nuk e shpërndan ashtu vetë, edhe kështu që dohet veç me shpërnda, po. E ku marrën direkt. Si ma qënë ajo... A liqka e, që pa dhim, në e hava. Po. E di këtë ma shpërndajnë. Që të me bënjes po me bënë gjitëna. Ti për shkon puna, e mirë këtë. Mirë për zotën, mirë. Po kemi partë së në veç tem të lirë, Nuk kemi tem të lirë, mund të na thuash çfarë të duash, të bashkëbisedojmë pse jo. Kemi 3 kur gjonë, këtë mirë, Shi për nga bje, koha në shi, për vërshimeve kemi pas problem shumë. A keni pas ju vërshime femja nej? Sa ka bo dame me pa në për shpia, në për... I ka prish me shaka në për orientit e shpijës. Shumë kom problem. Po krejtu i Kosovës e ka ardhën se i bja jo Morava vjen të knena. Morava, që një binqës në. Ajo shumë ka pru uj. Ajo ka Gilani vjen aty. Në ka po katastrofe, hajtë. Po unë se mojnë me që ka pas në njerë qështu uj. Shumë kom problemin marë. Qka ta mërmenja, ku është arsyeja pse kanë qenë gjithë këtu vërshime, a kanë qenë që për shkak të pakujtësisë të shtetit apo ka po shira, ashtë baja që nuk kanë mujtë edhe kanalizimet të titit? Jo, këtë e... Dule. Në Kosovë
Pigilani të nëna, krejt ato shabin, ato kodra, ato shabin të reka, lumej shabin, ato krejt bin morab, kjo moraba me një herë kur bin ati. Edhe atë herë po është katastrofë të kënena. Mira më konë, Bujanovsi ku janë atje, sëpë ku janë ata i kanë bo për paron, i kanë mbrojt që i kanë du. E kana për në për fshata, do fshatët kënë shqiptarë ati ka bu harap. Kjo është do me thonë njëtësia pak është dhe shtetit. Dhe të shtetit. Ska të interesumë se intereson kërguri. A ka pas edhe do me materialin e për shpia? A, shumë ka, po. E po, që me shkaldu? Sera që ju konë serë, ku ka pas mjellu asin. E kam lu, mere vesh i saj kaja, 2 metre të cletë. Ajo shumë u i malë. Nuk u kona ti bezon me zonë 1 metre apo 5 cm ka hi, edhe ka bodi shka po. Jo, kjo u konë naltë shumë u i malë. Po mira më mëse s'ka vërshime njerëz nuk ka marrë dhe një smi, dhe një njeri, dhe kafsha. Kjo është ma meranësi. E tjerët këto nuk janë. Tash nuk ka një lua shenë konë me gruna ato, që ato në shtej më një prish, të tërsen s'ka pas. Apo lakna ku s'ka pas, atë që ne ka bërë dam. A është duke ra ende shi, apo vnall? Jo, po bjep. A ende duke ra është, wow. E po, ama s'ka më mërim kur gjo, jo, pa gjep, po më mërim dhe ka pas shumë sa bale. Ta shi i qeta mo, edhe ftoft është. Te poshtë në Beograd, e pashme në prome që të keni lujtë atje bike borë. Edhe frikë po, të libe nalëta, po ju jini ma nalë se na. Lule, konë Kosovë, këta jini... Po. Prizreni është nalë, atje, ku është Prizreni, sa është nalë? Ana e na 400 metra, nalësim bidetare. Te na, po në rogë bora. Mëse s'kemi dam njerëz nuk ka shumë problem. Këto tjerët të ndreqëm, të vohën, respekt. Desha që përshëndes ato miqët ati që i kom të asje. Me gjithë unë e tash, kur ma qëshe vike sepset e unë e bëjt në shpërndarjen me një here. Tash, po vjen vonë. Unë e kur për qëgrive të kanarë shumë, apet e bëjt i kënë të punë, edhe kështu pra. Ju përshëndes edhe një here, Rahimin pra me këmë për cilë, shumë mirë e ka uheq. Bravo i po. Me gjithë se të parën herën do këtë e ka uheq, ha? Po, të parën herë, u kam me telefonata. Mirë, po, Zefi ko është aj? Pulem roti? Gjefi për momentin nuk është aktiv në radio, që ashtu i ka do sene tjera ma të rëndësishme dhe jemi, mirë është, super, me familje, me gjithë gjanë regull, por për momentin është pak ma largë radios. Rënë mas perde, vajsaj, në radio në këqyre, në për cjellë, gjithë natë, po rënë mas perde. A i mas perde dhe ka shumë? Po, për zëtën. Sa ka mas perde dhe këtu, unë i vrej, e lule unë tjeti. Unë kërë e shofë, kur tjene një i ri, ma i spari e lipi e gjojnë se kush është e i kajtot, se kush është. Do me thonë, ka që kishë krejt i ditë kajtone që shumë. E di. Edhe diktoj ato kur është falsë, e diktoj me një herë. Me një herë di se kush është. Një të folaj sa dojmë, unë e gjojmë me një herë. Muj me gjithë me njerë i kajtë, është e indifikojmë me një herë. Ju përshëndes lule, kalofshi mirë, më sa zgatë mi shumë, se me të vërtet, me zgatë shumë po bëhet tjepër, ju përshëndes krejt ati, stafin e ju, po dhe këta të njusë të më brekullu shumë që i ki. Veç që shtu një ta vazhdojnë se shumë mirë është. Ata mas pjerde, ati në ka dyre për ju bëjt të fala. Falemderit shumë, natën e mirë gjithë mira. Në mira. Hajde, tong. Pra të dashur të gju se kishëm edhe Fehmia Hiun nga Presheva, edhe njëherë i përshëndesëm të gjithë. Nëse, mira puna, i përshëndes dhe qusit.
Një përshëndetje shkon për dëgjuesin tonë dhe mikin tonë Wilson Prejna, ku e përshëndetëm, po na përshëndet, po ashtu Aurora të përshëndesëm shumë e dashur. E kemi këtu edhe Enver Fazliun nga Barileva, ku e përshëndesëm familjarisht. Respekt, baci Enver, shpresoj të kalosh sa ma bukur. Fatmir Caka, një përshëndetje shkon edhe për ju, nderuar, faleminderit shumë. Kush ke, po më duket se ke dhe ditë mirë ditën e përshëndesa më duket, po nëse ju e përshëndes edhe njëherë, nuk ka gjatë keqe, përshëndetje diti. Të shofë, të marrë edhe një telefonat. Shpresoj të kemi. Gabim e thira Fehmina Pet, wow. Mira, hajtë se mirë është. E kam tashmo edhe telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mrama, mirë se na erdhe Abdullah. Mirë mrama dhe përshëndetje nga Voshtreja për ty, Lule, dëgjues telefonues të Radio Zerit, respekt për gjithë. Faleminderit shumë. Abdullah, si je familjarisht dhe si po kalon? Lule, mirë jemi, rahat shnash, mirë po kalojmë, ka pas reshje të shirë këgja shumë, për të na nuk ka bodome. Por zotit komunës i ka nejtë shumë gati, me të vërtet i ka pashtu ato kanale, ato lume, ato procka që kanë rrjedh ujë, edhe nuk kemi pas vërshime. Mirë kanë kalu ato këtu disa në për ara ka pak të punuash me ujë, po dhe më honë do me materialin nuk ka të maja. Qaja kryesore, mos me pas të pakten njerëz të lënduna, po edhe që me të vërtet mujnë të hupin jetën, damet materiale edhe aty nuk janë mirë se të na nuk kompenzohen, është shumë keq, por kur nuk ka viktima, do të me thonë mirë është puna. Allah e vërtet se jetë njërët është me vleshme se çdo sen. A ki fardema? Jo, nuk kemi temë, kemi vetëm temë të lirë, se për zotin kur po marr temë, shpesher po më duket sikur një detyrim ndaj dëgjuesve të kyçen vetëm me temë, kështu që çka të dëshironi mundi të thoni, mund të bashkëbisedojmë çka ju brengos juve apo çfarë të dëshironi mund të çelëm edhe një temë nga ju dëgjues të marrëm, pse jo. Faleminderit Lule, unë më të thonë drejtën kom thirë, mu është të mbrengos, me të vërtet janë ngritë çmimet shumë të na, mos vetë. Ushqimet bazike, mërë me men, katastrofë janë rritë vest, janë rritë qumshti, janë rritë krejtë që janë ushqime bazike, shiqeri, vaj. Me të vërtet në e kemë do pogat vogla për zotin e botë pa përbaloshëm. Shumë, dhe ngritje kemë në për marketën në metën, kontrol, jo shtetë, s'ka kur gjë të merë është. Këto sënët bazike se veshe, motre, këpuqe, këto sënë më lira, sënët që janë hargjuese. Kanë fluturuar për çdo ditë zotit kien 10 cent, 5 cent. Çdo ditë kur një artikull nuk mundesh me ble, njëjtë me nismë. Kjo është gjaja ma keqe se ti isha ble njeri nashta njëherë në 2-3 muj e këtu artikuj të ushqimor, sidomos që janë me çmime aq të larta edhe rrugat janë tolta, është për keqardhje për zotin. Katastrofë. Më të vërtet, këtë ta po thënë që ka ndodhur Lule, kjo ka ndodhur ngritja e energjisë, çmimi shumë është i lartë, merrem me men ka 50-60, na ka rrymë, na ka myt 2 fish, na ka 2 fishu rrymë. Po çka dojnë me bë me një penzion apo me një social familje që e marrën? Qysh dojnë me ja dalë me jetu ata? Për zotin shtijet, sidomos që janë këta. Unë e kam një djallë, po në më ndihman, se mësë më konë nuk isha mujtë për këtë pokë, me ja dalë kur qyshe, kur të dhe zotit, të dhe këtë bota, shtjerë për zotin, shumë po shkojnë shtrejt, gjitha ditë edhe po hargjohen, janë shamë ato ushqimet bazike, jo djath, jo shlicer, jo vaj, jo kryp. Gjonat higjenike normal, higjenike edhe këtu janë katastrofë. Valo, jam një bindën, ne kom një bindje thellë që në kondës nuk besoj që asë në Gjermani nuk jetë mashtrajt, se si kem na ushqimet. Nuk ka shans me ka mashtrajt. Unë vetë kam qenë që atëherë në gosht, kesh 2 herë, edhe për zotin shumë, jo po gotë 90% e artikujve ushqimor, edhe gjonat higjenike, detergjentet, shampunat,
krejt janë ma shtrejt se të na këtu në Gjermani. Krejt janë ma Unë i shtrejt. bindën të edhe në tjetë na një komplet vezë, shki qore në shqiptarët me nëzës e kemë ato, që nuk vëstoj s'ka shpi shqiptare që si përdur vezë me nëzës, po mendoj këtu 4 euro 89 cent kushton një 30 copa vezë, 30 copa. Shtrejt është llogaritë të pokën me 300 euro, qysh sa është përqindja sa ngritë. Sa kushton lule atje në Gjermani, më tregon? Po, këtu nëse janë këtu bio që janë të katunit, janë 4 euro 10 copa. Nëse i merë këtu tjera të thjeshtat, ki 3,30, 2,29, 3 euro, ama ma të thjeshtat, që janë të jo, normal vë mi marrën, mos me konë bio se të katunit, Në firma ose? po, 10 copa i merë 2 euro e 29 centena për momentin janë. Valla, në të jenë shtetë për zotin krasim. Po, këto nuk ka rrugë 500 euro, as 300 euro, as 100 euro. Po, është problemi se këto janë rruga 2000, 2500 euro, tash më varet çfarë profesioni ki, po për standard këtu shkort nuk janë shtrajt, nuk janë shtrajt. Lule më të thonë drejtën, keni shtrejt, banesat ishin shumë të larta se na më kompost, veç edhe banesat më shpej kompost, shpijat na nuk di që shumë ujtë me jadal për zotin shumë shtrejtën. Shumë shtrejt. Jeta u bua shtrejt këtu. Avdullah, e kemi në panele dhe avni qërimin. Përshëndetje vendasë mirë se na erdhe. Jo, mirë mroma drejtëresh, përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë mroma avni, përshëndetje, mirë se erdhe në rumë. O, mirë se gjeta Avdullah Burri. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Urojmë se ardhi. Avni, edhe njëherë të përshëndes, falenderoj, po, si je familjarisht si po kalon? Mirë, faleminderit. Mirë, Lule. Te, a e do si po kalon? Jo, mirë, fundi javës ka shpia që shto mirë, për zotin mirë, gjitha gjanë regull. Avni, me qenë se dëshiruve të jesh në panel bashkë me Avdullahin. Qëfar do të na thuash dhe kindë një pyetje për Avdullahin rreth teme që jemi duke e bashkë bisedu? Apo do të jap shtim mendimin tanë personalisht? Jo, do shta pak me Avdullahin se po vajtojnë aton, kështu kur po hina në për radio adin. Po? Edhe do shta mja përkujtu Avdullahin që një kohë njerës pa kur farë pogë ka njetu. Absolut s'ka pos pogë. Po, avni, po atëherë i kam pos krejt senet për shpije, i kam pos 100 pula. Tash, a pesha ku dhe e përgjigjen ti? Po? Dhe me thonë se tash shamla po vjen. Tash s'ka pull, që unë e di mas parin, familja jeme nuk kam pula që 15 vjetë. Edhe pasha zotet këjshive hishin që atë dhe ishin mi botë se pa dhe i ti qëtëshin dhe zëj sa pitra për jashtë. Oj, Lule. Hoj. Ku me i mojt pula në shera, ma në pula në shera. Po, bravo, pas në katon, Avdullah. Më po tham. Qëre, edhe pëjdojna sheherin. Po? Edhe pëjdojna ato bylmetet qaj përmenja Avdullah, pëjdojna lirë, nuk i ku i mersen. Për para, katuni ka punu e ka furnizu qytetin. Bravo, për atë arsye dhe ka pas. Ndash me qumsht, ndash me djath, ndash me mod, ndash me tëna e ka, dhe më thonë e ka ushqy qytetin. Sot nuk ka asë në katun asë në qytet. Sot do të morë në shtamolli pej Shqipnije, pej Bugarije, pej Turqije, ato jenë kajtë kost të transportit. E vërtet? Për mos mu anku na, duhet mi mojt pak të një dhëji, sa për veti, edhe një pas të pa pula. Po, ja valloj, dhinë se mojnë se vjenera, pasha zotë, nisa ato dhikin nusët e sotit pe dhijes. Jo, avni, qëpar të? E valloj, dëhet mi hjek minilin pe vaj, nuk ka veç me vajtu. Ja, se na veç vajtuim, edhe san mi këtok nuk veprujim. Dyat s'na bin hise. Ja, jo të se do të mi përdijen mund me punu. Po, bili të pakten më rrit pak rrugat, avni. O dhe 1.000 euro mja bon sa Avdullah i së i knoqën. Jo tybe. E di unë atona, njerëz jem, si aj si unë, një hajtë është kja. Po s'kem ku ja dhëm me sidlëm që du të rruga.
A blerë dhe s'pa? Grun mi akuzu smujna, djali një, qike një, që asë mje lëpën, asë dhe pulën, asë dhe kur gjofin, hajde t'i gjuhëm në tash të rruga. Gjithmonë dhe më thonë sulmojmë shtremt. Për zotin po. Në këtë rast, ka në lënë fajtor ti? Unë e lo vetëm për shembull fajtor, që shëm në gjendje me i mojt pas copa pula e një lu. Aha. Se shamla po vjen, na dim lulen, ton jem qatyhit na. Po, na ngjom Avne. zë njëri tjetrin. E kum Avne, lova ta tu, kisha në bon, për Avne, shembull, du ta bon një pyetje. Kërkoj folje që pëta ndërprej. Po të ishe në Kosovë dhe pikërisht në Laush, nuk po thamë Skënderaj, po në Laush. Me familjen tone, me bashortën tone, me thmi, me reja, me nipa, me qaki. A dhe të shekon të në gjendje, ti thuash grus tone apo res tone, se dojna mi mojt na ja 4 lëp, edhe ja 5-6 pula, 7-8-10. Edhe mu furnizu me vë, me djath, me qumsht, me maz, me të kës, me krejt këtë për shpije. A kishe mujt ti? Jo, veç pak, shta do përgjizën se këtu do shta me dollë, 2 kilometra e kam Skënderoj në më qendrën, e Po. kum lshu dhe me tho katunin, ju më dollë në qytet. Po. Edhe thëj ke një plak i katunit aty, nëse lë mos e i dija, këtu në heri vogël, ju më ke, baca kush e hati ke simitet e shetë më në katun s'kthehet. Atëherë ti ishe detyru edhe ti, po të ishe në Kosovë, edhe ti jesë në Skënderaj, pa ljup, pa pul, pa dhi, pa dele, pa kur gjo, edhe ti ishe detyru mu anku se kur Avdullahi. Unë nuk kam unë qa mu anku. Edhe Avdullahi në vështre. Unë e pi pranëj, s'kam unë hiq qa mu anku. Se as mi mjel gruja, as reja, as qika, as djolja, as kërkosh. Mon nuk e donë, dhe me thonë, kohën që e kena përjetu, na nuk e do kërkosh. Po mu ma shkeqin veç që për shamull, gruja em nuk e do qatë kohë që e kena zatit në qatë kohë. Sët nuk dënë më me hinj as në lëp, as në rëdhen, as në rëdhi, as në kërkan heq. Jo, absolut. Pse tash po pritojnë me zhydurt, pyvje era ple, thojt besa i kanë rritë këgja fort. Sa o ki pra më ka thonë, nuk i prishin thajt. Po unë nuk e akuzoj kërkan, por unë ishna pe veti. Pe veti në së gjë herë. Muse akuzoj kërkan. Po sa dush, më falë. Unë jam i sholës të bajgurës shotive se kësë që 25 vite i të në bështre, pe të vetën. Na këna jetuar në shtatë, bënuj bindën të zoti, të në të mirat të që të kina posë, i kina posë me lëp, i kina posë me dele, i kina posë me pula, me vezë, krejt ushqime. S'ki qam ka dhe për atë bio, në pishatje hetja me di, heq gojle muski. Krejt bio, po qa më bo, u erdhë lufta, lufta, edhe qa më bo, i dua që okupatori, i suas në shpijat, ronë për të posh, mo tash ku ronë posh, mas lufte gratë, nuk e hagën mu këthy për pjetë mo. Ti hashko rrinë ka të më shmanet, vetën. Unë të thash që ka thoj e plaku. Kush e asimitet e që këtë njerë i kanë thonë bukës simet. Në këtë pitol ka këtë njerë që i qeshtë të lejshën simet, po dhe edhe... Oj, kom e onë të vjetë, avne, ti mirë për mi që shek në jetë i kom. Jo më një ku jetu për tua, gretë. Unë edhe ashat përgjigjen, kush i ka hongër simitet e shetë, më ka të në skëpëjet. Jo, tybe. Ja. Me të vërtet, mirë për mene ti. Më punua pak një më ka punuim. Pasha zëvët e që këtu në vështri këtë frotra, këtë që e në për rrëth, me në Dakovs, me Sfara Qak, ofër këtu, fijem, mërë me men një norë një him, pluhëm këtu që shpar jetë. Unë s'kum posë qërë për orë, së në kum posë një nalësi 1200 metra mbi detore. Aty tek që tash, unë ka robë bërë dejnë në shokë që unë s'kom mujtë me deviz, po i nakon në atë kohë me rahmetin me bobën, e do kemi ble harqin për 6 muajtet me sigurua se s'ke posë rrugë. Mësë po, zote që po gëzim s'kena mujtë më orë kur, po nej, mësë po, zote nej farë smundja, diska duh, që s'kena mujtë. Mo këta në periferi o burë, pëse nuk rrinë në katon atje më punua me i bo, me lëp, me të na ushimet e veta, mësë më orë me i ble ushimet në intereks të vështet. Ja, unë kur shbuem se vetën nuk mëj me i folë kërkujna. Po, që s'po muna me zvorë, që s'po po be, realiteti është shtu, po s'pedun, punën së të. Ja, unë veç edhe një pyetje kam për ty, sa kilovat i kitë me thonë me tarif të lirë? Rrymës. Vallohi nuk e di, kur provuar të këmë qyre. E kam natën për 10 veten, 7 nuk e di. Le kom 55 euro ka orë fatura është tash. Po nuk është rejtë 55 euro, po sa kilovat i kitë me thonë për një muj det,
se ndryshojnë tarifat për 800 kW e për pjetë është tjetër tarif. 800, do këtë e kom në 800. Ja, 800 dhe me thotë e kije ma lirë e ki tarifën shumë. E se të kalesht 800 dhe me thonë, është tjetër tarif. Dyfishohet. E po qëtu është problemi që na nuk dina mjanol kur aden, veç shojnë shua se unë zemë u knaqëm, kur po vje faktura tani po nërthëm. Edhe në përendem për zotin, i kem të tarifa dhe e kursejmë. Edhe pse jena në gërbet, e kursejna ko gjafart, si rrymën, si u gjithë shkofin, se besa mja shtre edhe këtu si në Kosovë, as rruga së mbulen. Do të më bu kursimtar të vetë vetës na. Kursimtar jo, për zotin jo. Deri sa nuk jem kursimtar, s'kem drejt as akuza. Të apishe që nuk e din, të më thonë, se nuk e këshyr, edhe nuk jeti që nuk i din senet. Po hajde me ku të plesh, thët njerë, nuk e di sa kilovat i kom rana mujtë të më me tarifat ndryshme. Po ti po më që ditë. Ba beso që kur njëtë shumë merë matë puna, po një në kërë këmë shyrë, se vesh nuk me këtë qatë shumë, tash po vjetë pak manar. Ti dhe me tonë e ngrit një akuz pa u sholle. Me shumë knoq ke mu kështu. Kur ki argument, fakt, thu për shemë, nuk marëzit 1000 kW, 1500 kW, kjo tarif e ka kitë pages, kjo tarif e ka kitë pages, është argument fakti gjallë dhe me thonë, ato të një të besaj. Po këtë mujna ka të fishur rryma, dhe të sasë po di që me thonë, 2 fish në ka orë. Une nuk di që më thonë të tërsen, ju falenderoj shumë, edhe kërkoj folës e zgota pak shumë në ashta, e Lule, falenderoj shumë për kuën edhe mundësin, natën e mirë ju përshëndet. Me falenderoj të ndërru, respekt. Falenderit, avne, respekt, ndërsjellë. Natën e mirë gjithë mirat. Lule edhe unë e po dalë, falenderoj shumë ty, krejt dhe gjuhës telefonimet. Një mbromjet mirë, respekt gjithë mua. Faleminderit shumë Abdullah, natën e mirë gjithë mirat, respekt arkane, tong. Pra ishe në panel Avni Qerimi dhe Abdullahun nga Vushtria, ku i falenderoj për bashkëbiseden, pra pikërisht ke një debat shumë i bukur rreth shtrejtimeve dhe gjërave elementare në Kosovë që për zoten, për popullatën, po janë të për disa familje janë edhe të pa përballueshme. Kështu që edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër dhe ju falenderoj.